Gjatë ditës së protestës u pati dhe sulme goxha të forta me Molotov ndaj ish vilës së Enverit. Pse mendoni se erdhi kjo? Ka ndonjë inat Berisha me Enverin? Si e shikoni ju si një njohës i mirë i këtyre çështjeve? Nuk di çfarë të them, por s'kishte lidhje me Enverin, ose tani ato i kanë marrë pronari. Kanë pronarë dhe. Ajo vila kryesore e Enver Hoxhës, që është si qerin atje nuk funksionon. Ajo është e pashajt Elbasanit që. I kanë marrë ata, nuk është private sot. Kjo tjetra është ende shtetërore se e ka bërë shteti këtë. Ato privatën e ka marrë personi privat. Do të s'ka lidhje fare me Enverin, sulmi që u bë. Ku kishte shtëpi Enveri tani ato është të shtetit. Ku kishte shtëpi Enveri? Ja ku i ka? E ke parë ku banon familja Enver Hoxhës? I shikojnë. Ishte në rrethinat e Tiranës dhe kishte çuar ku ku ka ardhur, nuk ka rëndësi. Ai s'kishte prona. Dhe nuk mori prona. Ai ishte diktator, mund t'i bënte të gjitha. Këtë sa bëri. Ne nuk mund të gënjejmë. Të pyes, për sa i përket vendimit për shkarkimin e drejtorit të policisë së shtetit, mendoni se ishte një fitore e Berishës që Rama ja dha, sepse erdhi fill një ditë pas protestës së Berishës, ku Berisha bëri thirrje për shkarkimin e Ilir Brodhës? Mirë, në qoftë se ata kishin prova që policia e sjell keq, tjetër gjë. Ka drejt ta heqi, ta pushojë dhe nuk mund të flasë dot edhe kryeministi, pa problemi qëndron. Me syrin që i pam ne, kush e kishte fajin? Ishte revolte e popullit që mbrojti qytetin ajo policia, apo policia i ka rënë qaf demonstruesve? Janë këto dy pyetje. Këtë e zgjidh vetëm pushteti gjyqësor, nuk e zgjidh dot aq shpejt një person, një individ, kushdo që të jetë ai. Do analizë nga pushteti gjyqësor.